Në këtë maraton të gjatë të Blue Fest, 31 dhjetori, me drita, me muzikë, me emocione, me goda bashk, me njerëz rreth tryezës, padyshim që po ndiqni edhe ecurin e ekranit të Blu Televizion. Kemi ndalur për të ndarë emocione bashk. Emocioni i radhës do të jetë Tempull Turizmi, një perandori e madhe, po për ta është familje. Familje me shumë punë, me shumë lodhje vjeçare dhe padyshim me disiplinë. E kush më mirë se përfaqësuesja e denjë e Regina Group, menaxhere e përgjithshme, do të jetë me ne për të përcjellë dhe mesazhin e fundvitit. Eriada Bellu, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën tuaj. Ju uroj një vit sa më të mbar. Le ta nis me këtë urim, le të them. Dhe shkënaqësi që jam sot ju me ju. Më vjen mirë që ju të roqja nga punët, e di që jeni angazhuar dhe këtë datë të fundit të 2025-s. Në qoftë se shkojmë tek kthehemi pas në këtë vit, si ishte 2025-a për Regina Group? Të them të drejtën, nuk mund të them që ishte e lehtë, pati vështirësitë e saj, por duke patur një staf goxha të plotësuar, goxha të mirë, ne dhe pa mundësi t'i kthejmë në mundësi. Kështu që le të themi që 2025 ishte një arritje goxha e mirë për Regina Group. Ne jemi 31 dhjetor, pjesa më e madhe e rezervimeve janë mbyllur, po kush e ka lënë ndoshta në moment fundit, çfarë ofron Regina Group për sonte? Patjetër, ne kemi festën gala, e cila do të zhvillohet në Regina Group që ndodhet në Lungomare. Aty do të ketë muzikë, këngëtar live, si këngëtar nga Shqipëria dhe të huaj. Gjithashtu mbas mesnatës ne vazhdojmë festën ende tek pjesa e lonjit që ndodhet në rooftop larg. Edhe atje përsëri kemi muzikë live. Kështu që me ne festa vazhdon deri jashtë mëngjesit. Ka alternativa plot. Ngjyra, drita, patjetër. Në qoftë se shkojmë tek 2026, na ndjen vetëm pak kohë, pritshmërit, vizioni për 2026-ën. Pritshmërit nga 2026-a, Regina Group ka arritje të qëndrueshme, përmirësim të vazhdueshëm dhe zgjerim në tregun akoma dhe më të fortë se kurrë. Ka ndryshuar emocioni tek ty Eriad personalisht i ndjesisë së festës? Është maturuar, ndihet më shumë, mezi i presim, si është në familjen tuaj? Të them të drejtën, në familjen time të madhe, që është Regina Group, po, sigurisht që ne ndjejmë, përkushtimi është jashtëzakonisht shumë i madh, saqë ne mundohemi dhe çdo detaj të vogël ne duhet ta kthejmë patjetër në diçka të madhe. Kështu që i presim të gjithë, kush ka dëshirë të afrohet, kush ka dëshirë të rezervojë pranë nesh, është i mirëpritur në çfarëdo lloj aspekti. Në qoftë se do ndalesha vetëm pak sekonda te kërkesat e rezervimeve, ka ndonjë kërkesë specifike nga ana e klientelës për 31 dhjetorin? Duan muzikë të huaj, duan muzikë të zgjedhur, ka ndonjë preferencë apo jemi realisht ndryshe nga vitet e tjera, nga viti më parshëm, këtë vit rezervimet e kemi marrë jo nga qytetarë të Vlorës, por qytete të ndryshme të Shqipërisë. Madje një rezervim që ishte goxha veta, diku te 20 persona, na ka ardhur drejt nëpërmjet Booking, po e përshkruaj. Dhe ishte edhe rezervimi për të parë natën gala si festohet në Shqipëri. Me thënë ishte kërkesa atyre që donin patjetër të ishin pjesë e vitit të ri në Shqipëri. Ishin tek gjeli deti, tek menuja apo? Realisht u pëlqeu. Por ne gjithmonë i referohemi menus për vitin e ri, gjithmonë bëjmë një menu me bazë deti, duke qenë që të jetë pak e lehtë për ta superuar akoma më mirë gjelën e detit në fund. Do të ndalemi te mesazhi i urimit të Eriadës për shikuesit e Blu Televizion, por edhe për gjithë qytetarët që kanë zgjedhur që mbrëmjen ta kalojmë bashkë. Ju mirpresim në Regina Group, ju urojmë vetëm gëzim, shëndet dhe zemra sa më të bardha mes njëri tjetrit. Shumë ngrohtësi, shumë dashuri për familjen tuaj. Unë jam e bindur që edhe këtë vit Regina Group do të ketë firmën e suksesit. Ne bashkë me Eriadën, i kishim menaxherin e përgjithshme të Tempullit të Turizmit të Regina Group, Eriada Bellu, do të ndjekim dhe insertin e urimit nga Regina Group. Me dëshirën që 2026 të sjellë dritë, paqe dhe sukses për çdo antar të Regina Group, ju uroj gëzuar vitin e ri. Uroj që 2026 të jetë një vit i fuqishëm i sukseseve dhe inovacionit, ku së bashku të arrijmë të ndërtojmë kapituj të rinj të arritjeve tona.
Gëzuar vitin e ri 2026, me dëshirën e madhe që ky vit i ri të na gjej plot energji për të rritur sa më shumë nivelin e shërbimit në Regjina Blu. Qoftë viti 2026 një vit plot me histori të bukura për të treguar, me frymëzim dhe krijimtari të përbashkët. Ju uroj një vit të ri plot arritje dhe frymëzim, me besimin se Regjina City do të shkëlqejë falë përkushtimit tuaj. Gëzuar festat e fundvitit, 2026 le të jetë një vit plot me rezultate dhe vendime të mençura financiare. Gëzuar 2026, vit që uroj të sjellë harmoni dhe bashkëpunim të frytshëm, ashtu si fryma e qetë e Regina Garden. Gëzuar vitin e ri, me urimin që 2026 të sjellë energji të reja, rritje profesionale dhe rezultate sa më të shkëlqyera në shitje. Le ta bëjmë 2026 një vit të jashtëzakonshëm për ekipin ton me ide dhe projekte të reja. Gëzuar festat! Mesazhi personal yti për qytetarët dhe për gjithë shikuesit që na ndjekin, po mendoj se ka dhe një mesazh në emër të Regina Group. Mesazhi im është shëndet, paqe dhe me zemër të bardhë për të gjithë. Unë të falenderoj, e di që je ngarkuar, e di që je lodhur, personalisht në familjen tuaj të vogël, tënden, të uroj më të mirat, kurse për Regina Group jam e bindur që suksesi do të mbajë vetëm një emër. Faleminderit shumë, të gëzuar për gjithë. Vetëm pas pak.